koleg, nderuar kolege. Unë dola në konferencë për të informuar për punën e palodhur të kolegëve të Ministrisë Drejtësisë në procesin e negocimit të piketave të ndërmjetme. Ka qenë një 18 muajsh jashtëzakonisht impenjativ, ku kolegët e Ministrisë Drejtësisë kanë arritur që të dërgojnë në Bruksel 8.000 faqe. 90 takime kanë ndodhur atje në Bruksel, 70 institucione janë koordinuar në Shqipëri pikërisht për të dorëzuar ato rezultate faktike që janë duke u shqyrtuar nga grupi i punës dhe vendimarrësit. Dhe shpjegova se si procesi është dinamik, se si negociata është dinamike, se si negociata lëviz dhe nuk ngec, dhe gjatë kohës që kolegët e Ministrisë Drejtësisë dhe gjithë institucionet e pavarura të drejtësisë punonin që shteti shqiptar të progresonte dhe çonte 8.000 faqet, më vjen keq që juve keni kontribuar në 8.000 akuza të ngecjes së procesit. Si ka mundësi që smira juaj politike ndaj progresit të një shoqërie të tërë, sepse jeni i vetmi formacion shoqëror që shkoni mbrapa, sepse shkoni 30 vjet, 36 vjet mbrapa, dhe jeni i vetmi formacion shoqëror që nuk pasqyroni progresin e Shqipërisë drejt standardeve europiane, ndërkohë që Shqipëria ecën, juve vini këtu dhe ngrini një sër akuzash, të cilat mua më vjen keq, po i kam dëgjuar dhe më përpara. I kam dëgjuar kur thuaj që kryeministri nuk shkon dot në Amerikë, që kryeministri nuk takon dot presidentin, që Shqipëria nuk do vazhdoj të eci përpara. Jo, e kam fjalën, kjo ka lidhje vetëm me të smirën që ju bën që ju të mos shikoni se si progreson Shqipëria, se si progresojnë institucionet, dhe i vetmi formacion shoqëror në Shqipëri që është mërthyer 36 vjet përpara dhe ngec atje në standardet e korrupsionit madhor, në standardet e ndërhyrjes në pavarësinë e sistemit gjyqësor, në standardet e një shteti të kapur, jeni ju. Faleminderit. Zoti Tedi Blushi, më pas zoti Besar Xhaferi. Po, faleminderit kryetarë, unë thjesht dua të kujtoj vendimarrjen e dieshme në konferencën e kryetarëve, kur janë dakord që sot në rendin e ditës të përfshihet ngritja e nën komisionit të ligjeve për administratën publike që fatkeqësisht nuk është futur në rendin e ditës. Kështu që thjesht e vetëm për procedurë. Faleminderit. Po, e kam lexuar. Është aty me gjithë ndryshimet që ram dakord në konferencën e kryetarëve. Zoti Besar Xhaferi. Kryetar, faleminderit që dhat për fjalën. Sot ka ndodhur një aksident i rënd përsëri në Shkodër, ku ka humbur jetën dikush. Dje kishte një aksident përsëri të rënd në Prenjas, ku humbi përsëri jetën dikush. Para 2 javësh humbën jetën 2 fëmijë. Pyetja ime është për këtë parlament, ku jemi me shtrëngimin dhe ashpërsimin e masave ligjore që duhet marrim për të rritur sigurinë në rrugët e Shqipërisë. Por në të njëjtën kohë besoj se këto masa nuk do mjaftonin, por do mjaftonin që të shkputeshin lidhjet e këtyre shoferëve me edhe mbrojtja e tyre që marrin nga të plotfuqishmit e lagjes, nga shefat e komisariateve të zonave dhe po ashtu nga ndjesia e tyre që janë të paprekshëm. Do të jemi shumë të ashpër me ligjin në mënyrë që këto jetë mos të merren më, sepse që kur ka ardhur drejtori i ri i policisë janë 34 viktima në rrugët e Shqipërisë. Është bilanc lufta. Dhe kjo patjetër që duhet na shqetësojë jashtëmase. Pika e dytë është për aeroportin e Vlorës. Javën e kaluar ngrita shqetësimin e portit të Alabarit që po zhytet, ndërkohë aeroporti i Vlorës po shqyhet nga sherrri i
firmave që pretendojnë se kanë fituar atje. Tashmë kush humb nga kjo histori, besoj se të gjitha kuptojmë që humb ekonomia shqiptare. Ka mira biznese në jug, në Bregdet, që kanë investuar këto vitet e fundit për zgjeruar kapacitetet e tyre hotelerike, duke patur pjesë të programit të biznesit, planit biznesit të tyre, pikrisht hapin e aeroportit Vlorës këtë maj. Dhe maj iku dhe aeroporti, jo me që nuk është hapur, por është mes një sherri dhe mes tashmë ndërhyrës dhe të policisë së shtetit. Kush do i mbroj këta biznesmen, kush do i subvencionoj dhe kush do ja mbuloj humbjet, marra mendse që ata mund të kenë nga interesat e kredive dhe nga fitimi munguar dhe nga një verë e cila besoj se do jetë një katastrofë turistike për Vlorën dhe Bregdetin e jugut. Ju faleminderit. Faleminderit dhe zonja Josefina Topalli ka kërkuar fjalën për procedurë. Zonja Topalli. Zoti kryetar, më thanë të drejtën nuk kisha nërmend të marr fjalën, por për sa kohë ministri që i përgjigjet deputetës me të drejtën e tij për të repliku flet për opozitën dhe për Partinë Demokratike, jam e detyruar të them. Është Partia Demokratike që në 30 vite ka integru vendin dhe ka orientu drejt perëndimit. Është Partia Demokratike që ka fut në OSBE. Është Partia Demokratike që ka fut në Këshillin e Europës. Kur ato që ishin në Ketan e qunin Europën molla gjysmë e kalbër. Është Partia Demokratike që ka firmos Paktin e Stabilizim Asociimit. Është Partia Demokratike e cila ka ratifiku me të gjitha vendet anëtare të BE-s këtë marrëveshje. Është Partia Demokratike që ka kërku dhe mund të hapte negociatat 13 vite përpara, kur Europa kërkonte të votoheshin 3 ligje. Dhe kjo forcë politike, dhe ai që duhet të ishte aty në atë karrik, nuk pranoshin. Faleminderit. Faleminderit. Dhe zonja Jorita Tabaku, fjalën procedurë dhe më pas vijoj me rendin e ditës. Zoti kryetar, faleminderit. Së pari më lejoni që të përshëndes, besoj e keni dëgjuar propozimin e Gjermanisë që sot është bërë publik dhe për mediat për një letër që kancelari Merkel ka nisur gjithë vendeve anëtare për sa i përket propozimit për integrimin gradual. Kancelari Gjerman Merz ka qenë i pari në fakt që ka filluar të elaboroj këto ide dhe unë besoj që janë shumë ndryshe dhe nga idet që qeveria shqiptare lançoi pak kohë më parë për integrimin parcial, të pjesshëm. Shqipëria nuk ka asnjë objeksion, nuk ka asnjë objektiv tjetër përveç se integrimit të plot dhe sot mbështetja e Gjermanisë, konfirmimi i Gjermanisë drejt këtij rrugtimi besoj që e konfirmon dhe një herë këtë për gjithë vendet Ballkanit Perëndimor. Kështu që zoti kryetar, unë shpresoj që qeveria shqiptare të jetë në kohë për të reflektuar, për ta përdorur këtë moment të artë në fakt që ofrohet për të pasur vullnetin politik për të ecur përpara, sepse 5 muajt e fundit të pengesave, të vonesave, të mungesës së vullnetit politik, unë besoj që kanë qenë po të njëjtët arsye që e vonuan për 10 vite, që u shtyn për 5 muaj tjerë, të cilët sot qytetarët shqiptar besoj në fund të ditës e kanë kuptuar se kush ka qenë pengesa. Dhe një herë bëj thirrje që ky propozim që ka ardhur sot nga Gjermania për vendet e tjera anëtare të shihet si një mundësi e qeverisë shqiptare për të ecur përpara, për të bërë reforma, së pari për luftën ndaj korrupsionit dhe krimit organizuar, së dyti për ta bërë këtë proces një prioritet kombëtar për gjithë Shqipërinë e shqiptarët dhe të mos të ndiqet e njëjta rrugë që është ndjekur në 10 vite me radhë e në 5 muajt e fundit, në të cilën ky proces ka mbetur i bllokuar. Faleminderit. Faleminderit.